Linus, si që pat, është brendi që do bëjmë unboxing tani, që është ora 7 e mëngjesit dhe nuk e besoj ende njërë që do bëj unboxing 7 e mëngjesit. Po, anyway, e kam pirë kafen dhe më janë hapur syt tamam. Kam marrë 2 produkte nga pra e Linus që do t'i hapim tani bashkë. Brenda kutis keni fletushkën që ju tregon për karakteristikat dhe kjo është copa që përdoret për të pastruar bijuterit. Edhe të shikojmë për si lykët. Vola, do t'ja tregoj nga afër me detaje. Nuk të tha mbyll, sepse nuk e bëj tot vetë për momentin. Kështu që thjesht që të keni një ide. Shumë e bukur. Vendos edhe tek thjesht dora, por që I'm gonna take it. Jo, mi mam. Të pëlqen. Është e bukur. Ja, edhe tjetri. Ky ka këto gurët kështu shumë të bukur. Dhe ka këtë shenjën kështu si infinit. Të kërkoni në Amazon ose website-in e tyre. Edhe kështu.